dita e 32 e muajit dytë pra të protestës që po zhvillohet në bulevard, janë shënuar disa incidente para parlamentit, disa protestues janë tërhequr, zvarr nga policia, mes tyre dhe Dritan Goxhaj, që më pas janë liruar, ndërkohë që ka pas proteste edhe përpara kryeministrisë e përnashmja në këtë muaj të dytë. Megjithatë, ishte era e parë që shënuan incidentet në Tiranë. Për situatën, duket sikur po percipiton, ne do të flasim me kolonel Hajro Limaj. Kolonel, mirëmëngjes dhe faleminderit. Mirëmëngjes. Kolonel, situata nga dje kur bizeduam deri sot ka ndryshuar edhe është agravuar. Kjo jo për shkak të protestuesve, sikur e keni parë dhe ju. Tregon një humbje durimi. Po protesta të cilat morën hapësira ndërkombëtare dhe Shqipëria është kthyer në një objekt i gjithë mendjes botërore, nxorën lakurik politikat anti-shqiptare, antikombëtare të qeverisë Rama. Prandaj me të drejtë analisti Andi Bushati deklaroi që struktura e Partisë Socialiste duhet të mbyllet nga gjykata si organizat kriminale shtetërore shqiptare. Sepse korrupsion mund të ketë në hapësira dhe nivele caktuara. Nëse këtu kemi të bëjmë me shpërbërjen e sovranitetit dhe tërësisë territoriale, me strategjinë e kolonializimit të Shqipërisë, gjoja me investime strategjike. Populli shqiptar, një njeri që ka nivel dhe kulturë dhe ka parë botën demokratike, është populli skllavëruar. Pra, pjesa e popullit shqiptar që është e ndershme, shtresat e mesme të varfër në Shqipëri janë skllëvur në kuptimin e plotë të fjalës, sepse nuk kanë të liri politike, liri ekonomike, barazi, trajtim të njëjtë, po janë sklllavëruar dhe pasurinë kombëtare, që pasuria e populli e vjetin bandë kriminale që ka pushtuar shtetin shqiptar, veçanërisht në vazhdimsi të 35 vjetëve, por drama më e madhe është 7 vjetët e fundit. E zgjidh kjo, nëse Partia Socialiste hiqet nga gjykata, ç'regjistrohet? Pra, ky është një vlerësim që i bën zotëria i thashun se dhe në tjerët, por natyrisht gjykatat nuk mund të kalojnë se dhe gjykatat të Shqipëri dihet që janë në varësitë e Tiranës, por vërtet vlerësimi që ku ka përfunduar kjo parti dikur e majtë ku pasqyronte vlerat kombëtare dhe shtresat në varfrat dhe mori një njeri pa përgjegjshëm që nuk e lidhi gjë fare me të majtën, po më e madhe nuk rrit asgjë me Shqipërinë, sepse shohin dramën më të madhe të ekzistencës së saj. Një njeri që ka kulturë dhe jurist i thellë, që është kolegu im në Austri, ka zbërthyer komplet kushtetutën e Shqipërisë dhe të shikoni nga një kushtetutës deri në fund çfarë shkeljes flagrante ka bërë jashtë qytetit të Shqipërisë për marrëveshjet anti-shqiptare që ka sokuar Shqipërinë me Sazanin, Zornesin dhe nga Butrinti deri në afërsirat e Shqipërisë së Mesme. Pra, ky kryeministër, zotëria që u kam qenë diplomat dhe di shumë mirë, qëndroi 3 ditë 3 net në Izrael, ku nuk mund ndodhi kur që një kryeminist i një vendi të qëndrojë kaq afatgjat, maksimale shënat, vajti dhe bëre hartat e pushimit të Shqipërisë me mafjen e Izraelit. I qëndroni akoma, kolonel, asaj që Izraeli mund të ketë dorë në jug, sepse sikur është sfumuar ajo pistë në 3 javët e fundit, ndryshe nga sa u nis. Ne kemi kërkuar gjykatës kushtetuese e cila paguhet nga populli jonë që zbatoj ligjin të mbrojtjes së sovranitetit dhe tërësisë territoriale dhe të mbjet urgjentisht për anullimin e marrëveshjes së Sazanit dhe Zvërnesit dhe të tjerave, ashtu si veproi në 2009 që anullojnë
marrëveshjen e hapësirave detare. Por gjykata kushtetuese këtë gjumë dhe ne kemi deklaruar botërisht gjykata kushtetuese do jetë parapërgjithësi ligjore me rënien e Ramës, se është bërë pjesë e kësaj tradhtie kombëtare dhe paguhet nga portofoli detyrën. Ashtu si dhe SPAK-ut janë dorëzuar dosje zyrtare të argumentuara për shkeljen e ligjshmërisë së shtetit shqiptar dhe të kushtetutës për marrëveshje anti-shqiptare, antikombëtare, që është dhënë sovranitetin zyrtar dhe SPAK-u bën një hap përpara dy mbrapa, do të skalonin e dytë dhe nuk do të kokën e krimit. Ju keni dorëzuar dosje kolonel edhe në SPAK edhe në gjykatën kushtetuese, po keni besim që këto institucione do lëvizin? Ne bëjmë detyrën tonë si Instituti Politikas Kombëtar, një ekip mjaft profesional dhe ligjor dhe i kemi të regjistruar dorëzimin e dokumentave dhe kemi reaguar dhe ashur me email dhe kryetarit kushtetuesës veprojnë me urgjencë dhe kemi paralajmëruar në shkrim që nëse nuk vepron për shpëtimin e adeut do përgjigjet para ligjit të ardhmen e afërme. Kolonel, po për incidentet dje para parlamentit, çfarë komenti keni? Po, është një thirrje që u kanë bërë, siç e dini ju prej kohësh, në rrugë paqësore të rrethohet kryeministria dhe kuvendi dhe të mos lejohen të hyjnë gjatë tanë misionet e sigurisë tonë kombëtare, sepse kryeministri dihet kush është tani, po fatkeqësia e madhe është që deputetët e listave të mbyllura të Edi Ramës skllëpën e dia në vend të ngrihen të arrëzojnë Edi Ramën nga pushteti dhe Shqipëria të vazhdojë rrugën demokratike të shpëtimit të saj, paguhet pa ishte një demonstrim krejtësisht i domosdoshëm dhe shumë i vonuar. Kolonel, sot protestuesit kanë njoftuar një tubim para SPAK-ut në orën 10. A është ky një impresion pozitiv? Po, shumë pozitiv. Para SPAK-ut dhe safrin pra gjykatës kushtetuese, dy institucionet ligjore të cilat populli shqiptar i paguar me rroga maksimale dhe ata flën gjumë nuk veprojnë me shpejtësi të madhe pa anullimin e marrëveshjeve të tradhtisë kombëtare. Janë të domosdoshme, por nëse në krye të kësaj proteste madhore do ishte leadership i vërtet politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak për menaxhimin e kësaj proteste madhore dhe koordinimin me institucionet më dha ndërkombëtare, BE-n, Bashkimin Evropian, NATO-n, Kongresi Amerikan do të qenë më shpejt. Kolonel, figurat intelektuale në gjykimin tuaj kanë qëndruar vetë pas? Jo, nuk kanë dalë skenë apo janë lënë jashtë skene? Me fillimin e protestës është krijuar një grup bordën pa i votuar e pa zgjedhur askush dhe ata po përpiqen ta pushtojnë menaxhimin e kësaj proteste dhe dyshimet janë shumë të mëdha sepse ata nuk lanë hapësirë, koordinimi dhe bashkëpunimi për ta marrë drejtimin njerëzit me vlera kombëtare, një personalitetet politike, diplomatike, ushtarake, ekonomike, të papërlyera në këto drama shqiptare. Vendin e zhvillon truri, sa më shumë ta marrin drejtimin e vendit njerëzit me tru të thelluar, jo se Edi Rama pa rruga truri e shpëtojnë Shqipërinë. Ne në vazhdim të kësaja, si Instituti Politika dhe Kombëtar, që kemi institucion ligjor, me dhe gjykate, jemi drejtuar Senat, Kongres Amerikan, dhe falenderoj 4 Kongres Amerikan, të cilët herën e parë reaguan para 2 ditësh reaguan ashpër për Kongres Amerikan kundër kësaj marrëveshje Sazanit me kushtën e kërkesës të ndjekje penale dhe me mafjen botërore që është rritur Rama për Sazanit Zvornesit. Presim tani nga NATO atë cilë kërkojnë sqarime. NATO atë dinë se neve kishim marrëveshje në dorë të Sazanit Zvornesit, po Edi Rama ka bërë fshehuri ato, fshehur nga kuvendi, fshehur nga gjykatat, fshehur nga populli, duhet arrestuar urgjentisht se ka dhunuar kushtetutën populli shqiptar, kombë shqiptar, pasuri kombëtare. Kolonel, kanë reaguar senatorët në Amerikë, eurodeputetët në Europë. Mjafton? Faleminderit shumë parlamentarëve të Europës, të cilët erdhën dhe u bën pjesë e kësaj demonstrate
dhe po të shikoni që më ndikë shumë më në gjithë media botërore është kthyer në objekt Shqipërinë. E turproi Shqipërinë Edi Rama. Ashtu si në 97 e turproi Berisha, e turproi emri e artë Shqipëri Edi Rama. Dhe Edi Rama nuk jep dorëheqje me patutësinë të madhe se nuk ka gjak shqiptari, se nuk ka gjak demokrati, se të kishe gjak shqiptari do largoj me njëherë, se të kishe gjak demokrati do largoj me njëherë, po që zhytur do komandon Izraeli, do komandon Serbia dhe Sorosi për interesat atyre kombëtare. A një ditë do bjeri do për keqje e madhe se po vullon ky popull. Dhe shikoni me çfarë paturpsie 780.000 personisë vetëm u indekson pensionin 2.7%. Shikoj më rëdjallë, $106 pensioni mezatar në fshat, $206 pensioni mezatar qytet. Pra, strategjia e Edi Ramës është disni o peqëri në Shqipëri, ikni urini, praktisht nga dheun, nga gjenësinë komik, hajde o Izrael me Edi Ramën dhe shkatërroni Shqipërinë. Unë këto probleme kam trajtuar me kohë për para fillimit të dërmëtarisë protestave. Shikoni në shtypin nga zëtë sot, ku kam trajtuar ku po shkon Shqipëria, dhe me radhën Shqipëria përballë kërcënimit të kësaj saja në pika, shkatërroi atë dheun. Kolonel, keni besim që letra juaj për Ivanka Trumpin është lexuar? Po, si që ndjeni ju kam bërë 2 letra, zyrtari Ivanka Trumpit, dhe Ivanka Trump se ka shkuar në dorë, se kam dërguar shtëpisë bardhë. Dhe i kërkoi Ivanka Trumpit për hitjet me njëherë nga Sazani, jo se shfaqtor ajo, po i themi ka mashtruar Edi Rama. Dhe kam kërkuar për nderin e Amerikës dhe për nderin e BiS presidentit largohet, ashtu që largohet nga Beogradi, sepse është gabim i madh që zihet emri i saj se vajet kam në Shqipëri. Ne nuk kemi asnjë problem as me Amerikën në analiz strategjik dhe as me Izraelin. Ne të keqen e kemi nga koka në Shqipëri. Ne nuk kemi gjë me popullin e Izraelit. Ne nuk kemi asgjë fare me Amerikën tonë të dashur. Ne kemi me politikat mashtruese të Edi Ramës që për shfëtuar vetën e tij në ato drama që të Shqipërisë do t'i përdorë si shadra Ivankën, Trumpin dhe Izraelin dhe tjera. Fakti që Shtetet e Bashkuara është ajo që thatë ju, kolonel, e përforcon dhe fakti tjetër që ishim mësuar që për protestat e Partisë Demokratike sa herë kishte, Ambasada Amerikane në Tiranë bënte një mesazh që kujdes sepse mund të persistoj situata, ka rrezik etj. Kurse tani kemi 30 ditë protesta, edhe nuk është bërë asnjë mesazh i tillë që protestat janë rrezik. Dhe ky është një mesazh në vete. Po ky është një mesazh në vete sepse Kissinger, diplomati më i madh si një bota, 2 herë sekretar shteti i Amerikës, i cili ka bërë 4 libra të shumë të rëndësishme kush e ka lexuar, midis të tjera dhe thotë, Amerika nuk ka aleat përjetshëm, ka interesat përjetshme. Tani, shikoni me vëmendje se si janë të lidhura direkt ose indirekt interesat amerikane me Shqipërinë tani, dhe ambasada ka zgjedhur rrugën e heshtjes, sepse, si që dini, Edi Rama në kundërshtim me gjithë qendrimin e Bashkimit Evropian dhe kryeministët e Bashkimit Evropian shkoi me vrap në bordin privat të paqes së Trumpit. Dhe Berisha e mbështeti këtë vendim në kuvend. Ashtu si doli problemi Sazanit Zvernesit kush vajza e drejtë e Trumpit dhe Berisha e mbështeti në kuvend të këtyre investime strategjike të zhvillimit të vendit. Dhe më tej vazhdoi edhe Berisha për organizat terroriste gjuhët Tajranit dhe u bashkua në opozita që janë motra dhe vëlla tani, të cilat përkohësisht janë interes të Amerikës. Kolonel, kemi pas një vizitë këto ditë ministrit të mbrojtjes, Erman Lufi në Greqi. Kaloi si në heshtje ajo vizitë. Ne sa e kishim atë të Greqisë këtu tende Jasin. Tani vajt ky atje, shpejt, me ceremoni zyrtare, me të tjera, pritje për cjellje.
I dashur gazetarë. Çfarë nuk na thuhet? Unë këto që shprej me dhimbje se nuk duan asnjë mënyrë që unë të flas kundër kryeministit të Shqipërisë, kundër politikanëve të Shqipërisë. Po i flas nga halli i madh, nga tragjedia që sot aty vendit. Ju e shikoni tani. Gjykata kushtetuese rrëzoi marrëveshjen e detit për 225 km2, një problem i mbyllur dhe Edi Rama e rihap çështjen pa shkuar në gjykatën e Hagës. Çfarë do Edi Rama të shojë në gjykatën e Hagës? Një marrëveshje që gjykata kushtetuese, institucioni i mbrojtjes së shtetit shqiptar, e ka mbyllur çështje, kur ky ministër mbrojtje e Greqisë sot shhapen e hartën, në hartën e Greqisë ka vendosur edhe 225 km2 që ka rrëzuar gjykata kushtetuese. Vjen në Shqipëri në vizitë dhe Edi Rama, ky negociatorin e kësaj marrëveshje ka qenë përballë, e bie nga ambasadori në Francë, ministri i punëve jashtme. Shikoni institucionet e sigurisë kombëtare, drejtoren komplet nga qendrua huaj. Janë shumë pak shqiptarë në kundërshtim e ligjit flagrant që ka detyrimet se kush do drejtojë sigurisë shqiptare. Kryetaria e Shqipërisë që shkarkua me ceremoni në Kosovë, pikërisht për dyshime të rënda për informacionin e Serbinë, dhe Edi Rama e merr urgjent dhe bie kryetar i Shqipërisë, ku bie dhe Shqipërisë janë të artë gazetarë. Ashtu si mori këshilltar kryetarin e Shqiput të Rumanisë shkarkuar dhe herën e 6 që herën në Shqipëri sa të bukuresht, e arrestuan dhe kryeministri i Rumanisë për deklaratën. Nuk e dinte Edi Rama dhe populli shqiptar që në këtë drejtë penale dhe shikoni me radhë gjithë listën që ka botuar në gazetën sot dhe në libri kam nxjerrur tani të 9-tin, do them misionet e sigurisë shqiptare në duart e qendrës huaja. Kolonel, ju keni një eksperiencë të gjatë edhe unë do ju pyesja në vazhdim, por ju më paraprit me shishin me institucionet e sigurisë. Tani, nëse do kishte kaq agent, jo grek, jo iranian, serb e tjera që thotë qeveria, do ishte kapur ndonjëri nga shishi këtu apo jo? Edi Rama Edi Rama di shumë mirë që shkaku kësaj gjendje ka qenë në Shqipëri politika e tij anti-shqiptare, anti-njerëzore, anti-kombëtare. Dhe duke qenë që kërkon në çdo kusht të marrë karrikin e shkatruar të tij, zgjer armiq të jashtëm duke akuzuar edhe popullin vëllat të Kosovës dhe popullin vëllat të Maqedonisë Veriut, shqiptar që vinë për qiruar Shqipërinë. Shqiptarët në luftën shqiptare të Kosovës, 172 veta me armë dhe me automatik luftuan brenda Kosovës çlirimin e Kosovës, ndërsa populli shqiptar hapi dyer dhe priti 600.000 kosovarë. Dhe populli vllai i Kosovës e ka për detyrë ta lëvizë në Shqipëri, si populli vllai të çlirojë Shqipërinë nga kjo bandë kriminale, politike dhe ekonomike që ashtuar Shqipërinë. Ashtu si edhe populli vllai i Maqedonisë shqiptar Veriut. Pra, këto janë dofra si hasjeri. Ne jemi një kom, një gjak vllazëror. Por, ne nuk na ka fajin as Irani, as Greqia, as kush tjetër, të cilët edhe mund të fusin element të saktuar midis nesh, i ka fajin politika anti-shqiptare e Edi Ramës. Nga gjithë këta që ka përmendur Rama, vetëm Itali nuk e ka përmend nga këta që kemi afër. Ndërkohë që dje tha që njoftoi prapë që do kishin 500 vende të reja pune me kompaninë e industrisë ushtarake amerikane në Pashaliman. Mendoni që po ecën industria ushtarake, kolonel, sepse dashur gazetarë. Po. Janë fushat e jetës dhe të punës time, të cilën po kushtova gjithë jetën, kam qenë një nga aktorë kryesor të marrëveshjeve të miqtë dhe tjera. Marrëveshje bashkëpunimit të ushtarakën u nënshkruan me Pashalimanin me Turqinë. Por Edi Rama sot ka mikën së pranimik. Prishin gjithë këto marrëveshje dhe lëviz një herë me Hollandën, një herë me Izraelin, një herë me Italinë, ka bërë çorr të gjitha. Prandaj neve si intelektualë dhe si njerëz që dimë si zgjedhje të kërkojmë rrëzimin e kësaj partie dhe të sistemi politik që në të dyshim.
me krijimin e një qeverie profesionistësh jashtëpartiak dhe në muajin e 8 të bëhet referendumi popullor për të kaluar në sit të gjitha ligjet dhe vendimet e marrëveshjet e qeverive në 92 mësor. Pra, të kaloj në sit gjithçka që është bërë dhe populli me votën e tij të vendos çfarë do qëndrojë dhe çfarë do hiqet. Duhet çliruar Shqipëria politikisht, ekonomikisht, diplomatikisht, ushtarakisht. Shqipëria është shkatruar në pars në çdo tregus. Po, ne folëm dhe dje, kolonel, po kjo ideja e kuvendit që nga parashtruar protestuesit, grupi koordinues, përzgjedhë kuvendin nga populli, më pas një qeveri që do dalë nga kuvendi aty. I dashur gazetar, si që të thashë dje po ta them sot, ajo protestë nuk ka në krye një leadership politik, ekonomik, diplomatik dhe ushtarak për të ndërtuar strategjitë e daljes nga kjo krizë dhe rrugët e zgjidhjeve të mëtejshme. Gjërat nuk bëhen me njerëz të cilët nuk kanë treguar vlera dhe nuk kanë arsimë në nivelin të larta. Ky përbën një rrezik. Por ma merr mendja që populli shqiptar do tregohet i zgjuar. Një shqiptar është rrëzimi i Tiranës dhe anullimi urgjentisht nga gjykata kushtetuese e marrëveshjes së Sazanit dhe Zërnesit dhe spaku të ndjek penalisht e Tiranën. Krijimi i qeverisë me profesionistë teknik si pyet shumë bordin e ashtëtuar drejtues, do ketë mekanizma të tjera të brendshme dhe të jashtme për ta shuar vendin shkallë, si u bë me bashkimin e shkëlqyer në 97-ën, edhe pse nuk u zgjidhën përfundimisht probleme madhore, duke lënë sistem politik, po ka përzyer situata shumë e mos vi një operacion i dytë Alba me 7.000 trupa që dërgoi Kombet e Bashkuara në 97. Turpi Shqipërisë që është bërë objekti i institucioneve të sigurisë botërore dhe i medias nga revanshistët Edi Rama dhe Berisha. Kolonel, kam në një gjë të fundit për t'ju pyetur, mendoj që për sot ajo është çështja më e rëndësishme dhe ju më kot e lash për në fund. Mbrëm, Reutersi shkruante se samiti i NATO-s vitin tjetër, që është planifikuar për të zhvilluar në Tiranë, është në rrezik për shkak se administrata Trump është e pakënaqur me nivelin e shpenzimeve të mbrojtjes të qeverisë shqiptare. Nuk është vetëm thjesht mos plotësimi 2% nga qeveria shqiptare në qeveri mashtruese dhe gënjeshtare. Ky është problemi se shteti shqiptar është në kaos dhe në rëmuj. Nuk është as pak shtet demokratik ligjor dhe populli shqiptar është i skllavëruar, po them fjalën i skllavëruar i dashur. Populli i ndershëm i Shqipërisë, shtresat dhe mesat e varfër janë skllëvër të qeverisë Rama. Nuk kanë asnjë lloj të drejtë politike, ekonomike, juridike, shëndetësore, absolutisht të skllavëruar. Një bandë politike dhe ekonomike që ka pushtuar vendin dhe një oligarki politike dhe ekonomike që po i pi gjakun këtij vendi. Merë mend tema. Pasuritë e mëdha në toksore naftrat dhe mineralet me tokë, populli shqiptar ka 30 vjet nuk merr as cent. Kush i vjet hapni syt o popull, ku vend e të gjitha pasuritë e tjera. Kryeministri i Shqipërisë ka 5.000 euro rrogën, 50 herë më shumë se pensioni mesatar fshat, 50 herë shumë. Erdhi po themi ku jo në verë. Çfarë diferencë kishte në verë me rrogat e tjerëve? Unë nuk kam nostalgji pas njeriu, jam demokrat në kuptimin e mirë të zhvillimit të vendit. Prandaj NATO-a, Bashkimi Evropian, OKB-ja, OSBE-ja dhe të gjithë e dinë se çfarë gjolli është Rama dhe pse largohet kyja që të fillojnë bashkëpunimin. Pra ju thoni që samiti është ndryshim për shkak të Ramës, edhe pse socialistët, eksponentë e Partisë Socialiste pak ditë më parë thanë që jemi në bisedime me ambasadën për vizitën e Trumpit vitin tjetër në Shqipëri. Ndërkohë që është shpërnduar kolonel edhe prodhimi i dronëve. Këtë dëgjoni mori dashur gazetar, të ballën me shokë. Ata kanë vendin po shtet burg të gjithë. Ata janë lista mbyllur e Tiranës, janë servilet e tija dhe janë pjesë e vjedhjes kriminale të vendi.
Ne nuk na lidh gjë me ata. Ne me ata jemi kontradiktë të hapur antagoniste, të shmangin sa më shpejt të kontradiktë të madhe se do ta shojnë vendin në luftë civile si shonë edhe shtatën. Largohuni nga karriket që keni pushtuar padrejtisht, largohuni që keni gjakun ke populli, sepse po çoni Shqipërinë gremin. Kolonel, ju e njihni mjaft mirë si shtat eksperiencë gjatë diplomaci ushtarake. Tani ka një rrezik që mund ta përjashtojë nga NATO fare me që do të thojmë ato kushtet? Jo, do përjashtojnë ramën dhe bandën kriminale të Shqipërisë dhe avash pastaj Shqipëria do marrë pozicionin që ka. Pra, ju mendoni që edhe samiti është në rrezik për shkak të Ramës, se po ndryshohet qeveria, mendoni që mund të kemë një samit vitin tjetër në Tiranë? I dashur gazetar, unë ngrihem herët dhe hyj në anglisht dhe bëj pyetjen çfarë është diskutuar në gjitha nivelet shtetërore dhe institucionet kryesorë të Amerikës për Shqipërinë. Nga ande e kalojnë Turqi, dhe po çfarë është diskutuar për Shqipërinë zyrtare private dhe nga ande kalojnë Itali, në 3 gjuhë huaj dhe bëj pyetje në mëngjesit herët. I dashur, Shqipëria është bërë objekt turpi në institucionet zyrtare të shteteve dhe në gjithë median e fuqishme të vendeve. Largohu Edi Rama që Shqipëria të rimarr veten. Shqipëria ka një emër të shkëlqyer, ka një popull të artë që nuk u tregua trim që këta tradhtar i varën mes Tiranës. Prandaj ne kërkojmë me urgjentisht referendumin të rikthehet dënimi me vdekje dhe të gjithë politikanët dhe qeveritarët që shkelin sovranitetin dhe tërsinë territoriale dhe kryen krim të organizuar ekonomik të pushkatohen siç bën në Amerikë, në Kinë dhe vende të tjera. Kolonel, lutem edhe diçka se situata në Serbi po arrin fundin aty dhe Vučić e njoftoi dorëheqjen. Po ku ndryshon situata në Serbi nga ajo në Tiranë? Po, se në Serbi demonstratët qenë më të fuqishme dhe me një grup organizativ dhe leadership i shumë mjaft dhe realizuan dorëheqjen, largimin e Ivankës dhe Kushtenit për ndërtimin e resortit madhështor në Beograd. 4 artusit e marrëveshjes u arrestuan, ministri i turizmit u shkaktua dhe ndjekje penale. Ndërsa në Shqipëri, Spaku me gjykatën kushtetuese flër gjumë dhe nuk do ditin kokën kush e vërteta, se po kishin vepruar ata, Ivanka do largohej menjëherë nga Sazani dhe nga Zonesi. Kjo tani e detyroi Vučićin, një diktator të saj që shpejt do largohet nga president, po e keqja më e madhe do të kandidatojë për kryeministër. Pra, do rikthehet prapë, siç ishte përpara kryeministër president, tani president kryeministër. Po mbrëmta hedhi del do kandidojë, varet nga populli dhe votoj apo jo. Po dhe Rama janë vëllezërit e gjakut e Edi Ramës, janë Vučići, Netanyahu dhe mos Tej dhe Sorosi. Kolonel, të falenderoj shumë, po, sepse edhe Rama tha që po kërkoj të bëhem mbret, po. Prandaj ai mbledh grupin parlamentar të PS-s, fatkeqësi kombëtare kush i paguan, mbledh patronazhistët e rrugëve që i paguan, se ka krijuar një strukturë kriminale nga këmbë deri te koka dhe ndërton një strategji se si luftohet të protestë madhështore dhe rrjetet sociale kundër tij. Atë nuk e lë të largohen nga karrikja edhe në Beogradi, edhe Netanyahu dhe Sorosi, se largimi i tij do të kishin gjithë marrëveshjet anti-shqiptare, antikombëtare Shqipërisë dhe dalën humbur së bashku me Ramën. Ky shkon kryesor. Kolonel, të falenderoj shumë dhe besoj se do të flasim sërish ditën vazhdim se kemi protestën e 4 korrikut, e cila është e madhe e diasporës, por edhe samitin Turqi. Të falenderoj shumë. Tani të them diçka. Po. Luftrat bëjnë dhe ndarjen dhe vlerat e njerëzve. Dhe kjo është një luftë e madhe ku në histori do shkruhen kush janë tradhtarët e vërtet të vendit. Ja sepse unë referohem shumë Kizingerit, i cili quhet tani pa një nga më të aftë të filozofisë njerëzore. Edhe midisera thotë, ai lider që vjen në pushtet duhet mendoj që ashtu siç neve shkruajmë për lidhjet e kohëve të kaluara,
Ashtu do shkrua dhe pasasit tanë për neve. Dhe këta nuk e mendojnë që historia pasarit tanë dhe shkruar do të thuar traktat e kombit. Kolonel, të falenderoj shumë, edhe në emër të publikut, edhe të shikuesve tanë. Falenderoj dhe juve.